Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga gazrat dhe fryrja e barkut, ja çfarë tregon kjo për shëndetin dhe mësoni si ta trajtoni. Në këtë video, ne do t'ju ofrojmë një zgjidhje të thjeshtë kundër fryrjes që konsiston në konsumimin çdo mëngjes të një smoothie me darë dhe kivi, i cili do t'ju ndihmojë për të përmirësuar tranzitin e zorrëve dhe do të reduktojë mbajtjen e ujit. Si ta përgatisni këtë përzierje? Masa e smoothie që do të përgatisni do të varet se sa të uritur jeni, nga kushtet si ndiheni dhe nga ritmi i jetës tuaj. Ky smoothie është i shkëlqyer për të përfshirë në dietat për humbjen e peshës, kështu që nuk përbën ndonjë shqetësim në këtë drejtim. Përbërësit janë një dardhë e madhe dhe e pjekur, në qoftë se ajo është organike, mos e qëroni. 2 kivi të pjekur, 1 majluge xhenxhefil pluhur, 1 filxhan me ujë 100 ml. Nëse e doni pak të ëmbël, mund të përdorni mjalt. Përzieni përbërësit derisa të keni një qëndrueshmëri homogjene. Mënyra ideale për të eliminuar fryrjen është që ju të merrni këtë përbërje çdo mëngjes, gjithmonë pak pasi të keni pirë ujin me limon, i cili është një kur mrekulli bërëse për këtë problem. Nëse jeni të uritur ose dëshironi të hani diçka solide në mëngjes, mund ta pini atë pas mëngjesit. Rekomandohet ta ndiqni në mënyrë rigoroze këtë trajtim për të paktën 1 muaj. Fryrja e stomakut është irrituese dhe tërësisht bezdisëse, veçanërisht nëse ajo ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë tepër të pakëndshme, por në disa raste munden që të jenë simptom e ndonjë sëmundje të fshehur. Çaji i energjikut. Çaji i energjikut e qetëson stomakun dhe gjithashtu largon edhe fryrjen tuaj. Nga ana tjetër, ju duhet që ta pini atë në darkë për të ngadalësuar trazirat e stomakut tuaj. Për 1 filxhan me çaj juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 gjethen energjiku dhe 250 ml ujë. Në qoftë se ju dëshironi, mundet që të shtoni pak mjalt dhe gjithashtu limon. Në disa raste mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefil. Çaji me xhenxhefil, mjalt dhe limon është shumë i mirë kundër gazrave dhe fryrjes së stomakut. Gjithashtu, përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë që të qetësojnë zorrët dhe gjithashtu të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë hollë dhe më pas të shtoni mjaltin dhe limonin. Mjafton që të zjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil në ujë dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është mjaft i rëndësishëm për shëndetin tuaj, duke qenë se ka efekte tepër të dobishme kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urdhin. Çaji i kamomilit mund të shoqërohet edhe me mjalt ose me lëng limoni. Për 1 filxhan me çaj, juve do t'ju nevojitet 1 lugë çaj kamomili i thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibra e tepërt në stomak dhe në zorë. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër këtij problemi sepse eliminon fryrjet. Hani 1 filxhan me kungull të zier ose të pjekur gjatë një vakti për të mos pasur fryrje. Ujë me limon. Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e duhur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin ndërsa limoni përmirëson tretjen. Ujin me limon ju mundet që ta pini sapo të zgjoheni për një fillim sa më të mbar të ditës. E keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë ju bën të fryrë? Përvoja me fryrjen mund të jetë ndryshme për të gjithë. Mund të keni gjithashtu një ndjenjë ngopjeje pasi keni ngrënë, ose barku juaj mundet që të jetë intensionuar.
Shumë kanë edhe fryrje cila mundet që të jetë tepër e dhimbshme, ndërsa të tjerët të zgjohen të fryrë. Ajo që ju mund t'ju befasoj është se ndërsa fryrja shpesh duket si gaz i tepërt, ulëmtimet tregojnë se ky nuk është në të vërtetë rasti i vetëm. Çfarë shkakton fryrjen? Për shkak se fryrja e barkut nuk është e njëjtë për të gjithë, ju mundet që të prisni që ajo të ketë shumë shkaqe dhe për këtë keni tërësisht të drejtë. Ajo që shkakton fryrjen e barkut tek një person mund të mos jetë e njëjtë tek të tjerët. Këto gjithashtu janë disa fajtor kryesor: gëlltitja e ajrit, përtypja çamçakëzit ose gjatë bisedave ndërkohë që jeni duke ngrënë. Nga ana tjetër, konsumimi i ushqimeve duke çuar në përtypje të dobët dhe gëlltitje më shumë ajër. Ngrënia e tepërt nëse kalon shumë kohë nëpërmjet vakteve, ne priremi të hamë më tepër. Madhësia e vaktit në lidhje me madhësinë e barkut. Nëse keni një bark të vogël, ju do të vini re se ai do të zgjerohet më shumë se sa kur hani sasi të mëdha. Tretje hipotonike, si zbrazja ngadaltë e stomakut ose eliminimi i ngadaltë. Ndryshimet në dietë të tilla si ngrënia e më shumë ushqimeve të pasura me fibra, mos balancimi në bakteret e zorrëve, stresi i cili mundet që të ngadalsojë tretjen tuaj. Kur fryrja e barkut është normale dhe kur është shenjë diçkaje tjetër. Studimet kanë treguar se një person mesatar prodhon 0,6 deri në 1,8 litra gaz në ditë, edhe nëse nuk e kuptojnë këtë. Për shumë njerëz kalimi i gazit kalon përmes traktit tretës dhe nuk shkakton simptoma dhe është një shenjë njerëzore të shëndetshme, por të tjerët shpesh përjetojnë fryrje të pakëndshme dhe gazra. Nëse kjo ju tingëllon e njohur, gjëja e parë që ju duhet të bëni është që të bisedoni me mjekun tuaj për të përjashtuar ndonjë shkak serioz themelor, si për shembull sindroma e zorrës së irrituar, sëmundje inflamatore e zorrëve, kapsllëk dhe gastropareza. Inflamacioni është i ndërlikuar, ajo që funksionon për dikë mund të mos funksionojë për ju. Gjithashtu, nëse fryrja juaj shoqërohet me ndonjë nga këto simptoma, duhet të shkoni menjëherë tek mjeku, si për shembull vështirësi në gëlltitje, të vjella të përsëritura, humbje peshe të pavullnetshme, temperaturë ose verdhës. Disa këshilla për të hequr qafe fryrjen e barkut përderisa nuk ka ndonjë sëmundje tjetër. Hani ngadalë dhe përtypni mirë ushqimin tuaj. Sa më mirë që ju të përtypni ushqimin, aq më me efikasitet ju do ta tretni atë duke lënë më pak në stomak për fermentim. Rritni gradualisht fibrat. Nëse dëshironi të filloni dhe të hani më shumë fibra, është e rëndësishme që ju të mos shtoni shumë në të njëjtën kohë. Duhet kohë që zorrët tuaja të mësohen me fibrat. Shmangni të flisni me gojën plot pasi do të gëlltisni më shumë ajër. Mundohuni të mos hani në rast se jeni të stresuar ose e keni mend nxitim, pasi kjo gjithashtu mundet që të ndërhyjë në tretje për shkak të lidhjes zorr-tru. Përtypni xhenxhefil të freskët ose të tharë ose pijeni si çaj sepse ndihmon në zbrazjen e stomakut. Përtypni disa fara organike të koprës pas një vakti. Kopër është një trajtim tradicional për fryrje dhe dispepsi. Ushtrimi përmirëson funksionin e sistemit të tretjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.